Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka reaguar zyrtarisht në lidhje me incidentin e ndodhur mbrëmjen e 15 prillit në Fier, ku hetues të Byros Kombëtare të Hetimit dhe efektiv të Policisë së Shtetit u sulmuan fizikisht nga disa persona të afërm të ish kryebashkiakut të Mallakastrës Agron Kaplanaj. Në njoftim SPAK konfirmon se hetuesit e BKH-s dhe oficerët e policisë po ushtronin detyra hetimore të deleguara në kuadër të një hektimi aktiv të kësaj strukture, kur u sulmuan pas një shkak të justifikueshëm nga 3 persona tashmë të identifikuar dhe të shoqëruar nga policia e Fierit. SPAK thekson se në të gjitha veprimet e ndërmarra nga Byroja Kombëtare e Hetimit janë kryer në përputhje me ligjin dhe nën mbikëqyrjen direkte të prokurorëve të posaçëm. Hetuesit e BKH-s dhe efektivët e Policisë së Shtetit po kryenin detyra hetimore të deleguara në kuadër të një hetimi të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar.